Në këtë 1 maj, ditë pushimi ku shumë prej nesh e kanë lidhur me vikendin dhe kanë bërë pushime edhe në Bregdet, por shumë prej tyre kanë vendosur që edhe 1 maj ta kalojnë në natyrë. Pas pak do të kemi edhe një kronik që na përshkruan se si shumë familje kanë dalë që bashkë me fëmijët, familjarët të kalojnë 1 maj në përparqet e Prishtinës dhe jo vetëm. Gjithsesi, në magazinën Bonbon sot do të flasim për punën me theks të veçantë, do të flasim për të rinjët, sa po e duan punën, sa po kanë interesim për të bërë punë, si po e nisin këtë. Të gjitha këto do t'i diskutojmë bashkë me të ftuarit që unë i kam sot. Kënaqësi që të kemi gazetare në Radio Televizionin 21, Batir Cakolli. Baki, po ju drejtojmë kështu. Faleminderit për kohën. Dhe në të njëjtën kohë kemi drejtoreshën e shkollës Bajram Curi në Istok, zonjën Lumie Fejza. Faleminderit shumë zonja Fejza. Faleminderit për këtë. Kënaqësi që ju kemi sot. Atëherë, Baki, po e nisim bisedën me ju, me qenë se edhe jeni një gazetar me një përvojë shumë gjatë. Kur e dëgjon fjalën punë sot, çfarë mendon konkretisht? Punën duhet me punua. Ja, festë edhe ne po punojmë, sot do të thonë puna është punë. Unë kujtohet që ndrejt që kam 17 vjeçare, kur për herë të parë kam shkru, do të kam përgatit raport për Radio Prishtinë në atë kohë, dhe puna, seriozitetin punë, ka përcijat gjatë të rjetës. Do të puna është fjalë e mirë kur e respekton punën, kur e dën punën, dhe kur vërtet shkon me vullnet në punë, kthehesh me vullnet prej pune, ajo është puna që të bën njeri. Baki, a është e njëjta ndjenjë edhe pas kaq shumë vitesh punë? Jo. Ka ndryshuar më herët në kohën time, ka pas puna, ka pas respekt, ka pas vullnet, e çka është kryesorja ka pas disiplinë. Nëse nuk ka disiplinë punë, edhe rrjedha tjera të punës nuk kanë vlerën as madhe. Dhe përpara vërtet ka pas disiplinë. Kujtohet se sot redaktori im të thonë të realizoj një temë, unë realizoj 3. Tash, kjo ty. Ndozë një temë, pak me pretesë. Ka ndryshuar shumë, do thotë, nëse nuk ka disiplinë mjaftueshme, edhe respekt mjaftueshëm, edhe puna nuk është cilësore. Për këtë pjesë, për këtë përtesë, ne do të flasim në kuadër të këtyre minutave, Baki, vetëm pas pak. Zonja Lumie, me ju kemi çfarë të flasim sot. Ke qenë mësuese në një kohë kur konkurenca për ta pasur atë pozitë ka qenë vërtet e fortë. Konkurenca ka qenë në të shumtën e rasteve shumë e vështirë për ta zënë një vend pune siç keni pasur ju në atë kohë. Na trego pak si ka qenë kjo periudhë për ty. Po është fakt që në kohën time, para 32 viteve, që kam filluar të punoj si mësuese, ka qenë një konkurrencë e madhe, realisht ka qenë edhe një sfidë, nuk ka qenë vetëm që të bëhesh mësuese, por ka qenë edhe një thirrje. Duke marrë parasysh se përkushtimi i mësuesës është i madh, që para se ta marrim detyren, kemi qenë të vetëdijshëm se punën duhet ta kryejmë me dashuri, me nder dhe me një përkushtim të jashtëzakonshëm, të cilën edhe kemi bërë. E si ka qenë puna me ditar në dorë? Po flasim për dekada të tëra? Puna me ditar në dorë t'jep kënaqësinë më të madhe. Realisht t'jep edhe një përkushtim jashtëzakonisht të madh. Edhe një kënaqësi të cilën e din që duhet t'ju përkushtohesh më të veçantit tonë, që i kemi fëmijët, që i kemi më të çmuarit e tërë globit. Edhe sa t'jep kënaqësi, aq edhe të sfidon. Është shumë sfiduese. Të krahasojmë punën e atëherit me punën e sotit, ka sfida të mëdha. Mirë po, atëherë kemi qenë vetëm me ditar në dorë, edhe tërë administrata dhe krejt është bërë mënyrë vetëm me stilolaps, edhe kem pas atë sfidë dhe çdo gjë, çdo punë është shkruar në ditarin tonë, ku shkruhet edhe sot. Thash edhe më herët se ka qenë një sfidë e madhe, një kënaqësi, një përkushtim, sepse çdo nxënës ka qenë botë në vete. Edhe ne ishim mësuesit që duhet ta kuptonim botën e tyre dhe të përkushtohemi sa më shumë
për të ardhmen e vendit tonë. Sa vjeqare ke qenë kur ke nisur punën si mësuese? Moshën 21 vjeqare. Shumë e re. Po, shtëpi shkolla ka qenë. Dhe si e kujton atë ditën e parë? E kujtoj me knatësi, me një obligim jashtëzakonshëm. E marrë me. S'pari kam filluar që të punoj në shtëpin time, sepse në atë kohë edhe ne e kemi pas liru shtëpin, sepse kemi qenë të okupuar nga rrëtimi serb, edhe kemi punu, kemi qenë sfidum, por ja kemi dalë. Me shumë krenari, them që ja kemi dalë jashtëzakonisht bukur. Baki, përvoj shumë vjeqare në profesionin si gazetar, keni edhe ju. A ka qenë një ëndër e juaja e kahmotshme të qenit gazetar sot? Po, ka qenë ëndër, mirë po, e ëndër është realizuar, e përmendi edhe mësuesja në shkollë. Duke këndu, duke bërë organizimet shkollës, duke recitu, edhe gradualisht fillum në atë kohë ka qenë një gazet Pionirin, mësuesja i kujtohet, edhe shkrimin e parë e bërë aty. Edhe pastaj dyshim hyri në qef, hajtë një shkrim, edhe fillova gradualisht. Fillesha emisionet e shkollave, e shkollës kur e keshin ditë në shkollës apo manifestimet ndryshme, edhe më hyri në qef, gradualisht fillova. Pastaj fillova në Radio Prishtinë, që në moshën 17 vjetë e 3 muaj. I kom pas kur kom hyrë në Radio Prishtinë. Njerë si bashkëpunëtor, pas e gradualisht, dhe pas lufte, u ktheva në Radio Televizioni një sëni, ku kisha dhe kolegë që kisha punuar shumë kohë me ta, dhe ja kaluan gati 34 vite. Çfarë kujton më shumë nga ajo kohë, Baki? Ajo kohë ka qenë kohë e vështirë për gazetari, me që vitin 1990 na dëbuan nga lokalet e Radio Prishtinës të asaj kohë, dhe pastaj merreshim edhe gjendeshim si mundeshim në atë kohë, duke shkruar, duke punuar për agjensit ndryshme të lajmeve të jashtme, dhe deri me fillim e punës Radio Televizioni 21 që ndodhi në atë kohë, ishte gjendje rënd, ishte gjendje lufte. Më kujtohet, më banin takimet e presidentit Rugova çdo të premte, ka ndodhë 3 herë në dite, unë ta përmeni këtu dhe kameramanin Lulin që shkonim në zonat e luftës, nuk dishim a kthehemi, as kthehemi. Pastaj kishte konferencë për shtyp çdo të premte presidenti Rugova. Shkonim në konferencë, dinim prej konferencë, policia na bastiste, çka foli, çka ka qenë një periudhë shumë e rëndë. Domethënë, unë si gazetar nuk e kam përjetuar kënaqësinë e gazetarit siç e përjetoni ju sot, me që ka qenë një kohë shumë e vështirë, edhe u dashur të japim informacione të sakta çka po ndodh. Na ka të shkojmë në gjitha masakrat që kanë ndodhur, ndër gazetarët e parë kemi qenë ne Radio Televizionit, gjithseni edhe në atë kohë, duke përfshirë edhe masakrën e Reçakut dhe masakra tjera. Kështu që puna jem si gazetar gjatë asaj periudhe ka qenë e rëndë, edhe kur e krahasoj atë kohë me ditët e sotme, më duket diçka krejt ëndër si kom punu në atë kohë, çfarë kemi rrezikuar në atë kohë. E tash është lehtë. Teknologjia ka ecë përpara, telefonat po, lajmet shkruan, edhe jemi shumë sakt shpejt, falë edhe teknologjisë që ka ecë. Do të thash një periudhë shumë e vështirë në atë kohë që kemi punuar. Jo vetëm unë e përmendim mësuesja edhe në shtëpitë shkolla, i kom përcjellë në pjesën më të madhe si zhvilloi mësimi. Ka qenë e tmerrshme ajo, se si është mbajt mësimi, edhe preja aty në shkollave, shtëpive shkolla, ka ndalë gjenerata, sot i ki profesor doktor, do thotë, kishte frikë, mos po hin policia, tash vjen policia, tash ta ja arrestojnë, ja arrestoi pronarin e shtëpisë, kanë ndodhur në Prishtinë dhe kanë vrarë pronarët e shtëpisë shkollë në bregun e Diellit, dhe ka qenë në atë kohë shumë rënd ajo kohë. Dhe falë Zotit, tash jemi të lirë, dhe ja, po punoj me juve, me të rritë, edhe është kënaqësi e veçantë që të merrem tash edhe me ju, edhe të jetë gazetaria përpara, por duke i falendruar edhe teknologjisë e cila në vërtet na ka sjellë lehtësira të mëdha, si ne si redaktor, po ashtu edhe ju si gazetar, dhe bashkëpunimi është perfekt. Zonja Fiza, ne folëm kalimti, po them kështu me Bakin sa i përket angazhimit në punë dikur dhe sot. Si e shet ti inkuadrimin e të rinjve në përpuna, qoftë punë të fillestare që mund t'i kene tutje në ato profesionale?
e ki fjallën për sektorin e arsimit. Kuptohet që asnjë punë nuk është e lehtë, po më varet se sa me knatësi dhe sa me përkushtim e merr. Por që ta krahasojmë punën atëherit të një mësueses ose edhe tashit është më e lehtë. E përmendi edhe zotri Cakulli më herët, që tha se teknologjia e bën të vetën. Unë thash që atëherë kemi pas një ditare dhe çdo gjë vetëm kemi shkru me dorë. Ama tash fal teknologjisë, fal tabelave të mençura, fal projektorëve të ndryshëm që kemi, fal fotokopjeve të ndryshme që kemi, edhe puna e mësimdhënësit është më e lehtë. Edhe atë punë po e transmetojnë të nxënësit tonë, që vërtet i përgëzoj, sidomos kolektivin tim, shkollës Bajram Curri, në Istog, që e bëj një punë të jashtëzakonshme. Këtë punë më ka radhë unë ta punoj, që 2 vjetë jem drejtoresh, që 2 vite, po e kom bo krahasimin e me parshëm edhe tashmë. Cilësia nuk ka munguar, as atëherë, mirë po lehtësi ka qenë me krahasu me vitet e kaluara, lehtësia tash është ndryshe, se çdo gjë mund ta punojsh në mënyrë digjitale. Tani të rinj po kanë mundësi më shumë, por po kanë edhe ankesa, bashkë kanë gjitur bashkë me mundësit. Si i vlerësoni këto, Baki? Thash se këtë rritë ka shumë ankesa e me pak punë. Përpara ka pas me shumë punë e pak ankesa. Kur punohet shumë edhe ankesat janë më të vogla. Tash, rinia, thash, në bazë teknologjisë, ka shumë lehtësira në punë. E marrë shembull, ka ndodhë e dile ose shtune, një gazetari imi ka qenë teren, edhe u darë t'ja redaktoj tekstin. Ma dërgonë prej tekstin, ja redaktoj, ja këthej tekstin, e letëson edhe përpara, o tash në televizion të vi, apo videon të dërgoj me kamerat më dhaja, tranda, kurse tash është letësim mirë, po duhet të rritë, po jesim për para, teknologjia jesë për para, rinia po jesë mirë, po nuk të lanë andash asë përvojën e generata e më të vjetra. Kur këto ngërthejnë me zveti, rezultate dalin më të mira. Edhe pse rinia sot, tash ka mundësit shumëta për të jetës për para, jo vetëm në fushën e gazetarisë, por edhe në fusha tjera, mirë po, në kanë gjithë një formë tjetër, pjesa me më dhe ikun nga Kosova. Edhe tash, ne kemi rini që kërkojmë punësohen, nuk gjenë. E shoh çdo ditë në për qytet, kërkojnë punë, kërkojnë vajza për punë, kërkojnë djemë për punë. Baki disi kam përshtypjen sikur të rinj, gjeneratat e reja, po e duan që suksesin ta kenë me njëherë. Me njëherë të dalin të fitimi, do më thonë, nuk po presin që të kalojnë fazë pas faze, etap pas etape. Shpesh thonë që në Kosovë nuk ka punë. Unë shpesh e thonë që në Kosovë ka punë, po kemi pa punëtorë. E ma një shemëll, isha para disa ditësh në komunën e Rahovecit. Edhe njeni kërkon punëtorë për të pa punur tokën. Edhe pagesa bukur e mirë. Thot nuk gjej, shkonin me në Shqipëri, 20 vetë, ushqim, banim, krejt, se në Kosovë, po më ndajnë komunë në Rahovecit, nuk gjenë të ri. Shkon në qytet, mjaft të ri, shkon në fshatër, shumë të ri. Do të nuk punojnë. Pak ndoshta kanë ndikur edhe diaspora, se ajo pjesë për edhe pjesë më të mëdha të Kosovës kanë ndikur në diaspora. Edhe i dërgon pak pjesë të para, si edhe pak punën e lanë anash. Kurse interesimi për tikër është i madh. Çka po ndodh? Tash pagat janë rritur edhe në tani në sektorin publik dhe privat pagat janë shumë më të mëdha. Mirë po, më duket që ka pa punëtor. Se punë ka. Tash në Kosovë mund të them pjesa më e madhe, kush do të punojë, punë gjen. Çdo kun ka si dhe Prishtinë, kërkojnë punëtor, kërkojnë punë, i pas ka të ri. Pjesa më e madhe ka nik, edhe thash bukur është problem që ata të kthehen. Me që kur shkon diaspor, atëherë problemi kushtet pa të mira, edhe puna, angazhimi është më i madh, se edhe atje mos mendoni që
Fitohet paraja shumë kollaj. Para kom realizu disa reportaje, Po. në orën 5 me në gjithë shkoj në fabrikë, deri në 5:30-6 mbrëmje, edhe a dalin si shepim nga një kafe? Jo, duhet po shojmë se nesër në 5 ora është gjo. A në Kosovë nuk janë ato. Do thotë, mirë po, rinje po ecë për para, edhe në këto kushte, ata sa kanë vetë, se perspektiva me mirë është jashtë si pastrive, edhe pse pjesën më të madhe nuk e besoj mirë, por kur e ke parasysh shëndetësinë, edukimin, e pastaj shkollimin atje, po ikun, e ai që edhe mbara fakultetin atje, pesh në rrethinën e Stuttgartit janë 1000 e diçka studentë kosovarë që studiojnë atje. Po vështirë të kthehen me një pagë, si është Kosovë. Isha para disa ditësh thamë nuk kthehemi në Kosovë, punojmë me atë pagë vogël. Do thotë rinia kërkon perspektivë. Duhet se shteti, institucionet punojnë shumë me rinin, të krijojnë kushte që vërtet mbesin këtu. Sa ata shkojnë, por mirë pro kthimi është i rëndë. Kthimi është problem të kthehen ata që janë largu. Qysh si janë kthyer gjenerate që jetojnë rreth 1000 jashtë. Zonja Fejza, a mendon se të rinjët tonë, gjeneratat të reja janë më selektiv ndoshta se sa që keni qenë ju në kohën tuaj për të punuar, për të nisur diçka të re? Nuk e mendoj për të gjithë njëjtë. Okej. Më varet prej personit cili sa e dën punën edhe sa i përkushtohet. Ndërlidhem edhe me zotrit Sakullin që vend pune ka pothuajse për të gjithë. Asherë më letë nuk më duket që është që punësohesh diko. Por fatkeqësisht pagat nuk ju përshtaten. Mendimi im është, ndoshta edhe gjykohem, por çka rrin kot në shtëpi ose çka sillesh kot në për rrugë, më mirë është punosh për një pagë që nuk është edhe aq përmbushse, edhe që nuk mundet komplet të kryej obligimet të cilat i ka, se sa të sillesh kot, sepse pa punë askush nuk të afron asgjë. Nëse nisem për paga, edhe themi vëlla ne keme punu veç për paga, edhe ato paga të mujmë t'i kryjmë obligimet tonë që jem si familjare, kuptohet që nuk janë të mira. Mirë po flasë për sektorin e arsimit, na nuk kemi punu për paga. Ku mendoj që prap nuk jemi të punu për paga, mirë po punojmë për nder, edhe po punojmë për të ardhmen e fëmijëve tonë. Për këtë arsye, mendoj se secili të punoj, që vetëm puna të ngrit, edhe vetëm me punë mund të kemi të ardhme në vendin tonë. Si kur të shpenzohemi ne edhe të punojmë sa shpenzohemi botën e jashtme, nuk pe gjykoj askënd, edhe i kuptoj shumë mirë pse kanë dalë, mirë po atë punë ta bëjnë Kosovë, beso do kishmec edhe shumë për para. Që edhe në Kosovë, gjithë të të mira që janë, gjithë të ndërtime, gjithë gjë, këto janë duart punëtorëve. Edhe punëtorët kanë punu për të lullzuar ky vendi yni. Por, është mjaftueshëm, nuk është. Mendoj që çdo herë duhet punojmë edhe të lavdërohemi me punën që po bëjmë, e jo të paguhemi me punën të cilën nuk e bëjmë dhe nuk e meritojmë. Më pëlqeu ky fakt që përmendi zonja Fejza, sepse shumë të rinë duan që me njëherë pagën ta kenë shumë të madhe. A i bie kjo sikur, dua që të bëj një pyetje shumë direkte Baki, apo jemi si shoqëri ndoshta pak dembele? Thash, na jemi, nuk kemi... Nuk dua që t'i fus të Ne gjithë, jemi por... një pjesë bukre balasë, nësë duhet t'i fusë gjithë, se ka që punoj mirë, po nga njerë ma më remende që jemi pa punëtorë. Punë ka mjaft, mirë, po jemi pa punëtorë. Nuk dojë që të punojnë dhe të arrijmë suksese. Mirë, po pjesa me madhe, vetëm e pret mundësinë që ti kjashtë. Nuk kam realizu 10 emisione në diasporë. Vërtet është brengosë ajo. Një pjesë e madhe tyre, hajtë shko për shkollim. Ka student në Vijen, ka gjitha qytetet edhe në Stuttgart, në Düsseldorf, që studiojnë, edhe në shtetja. Studimet, shkolla është në regullë. Mirë po të shkojnë,
O baki, qëfar do t'im bënë të këtu? Qëfar do duhet që të bënim? Ne si shoqëri, institucionet? Po qëfar i bënë, jashtë i bënë edhe këtu puna. Vetëm duhet punë, duhet institucionet që të punojnë me temprë për rinin, të krijojnë vende pune, të kenë sigurim shëndetësor, që ka është kryesora që nëse kemi, të kenë kushtet mira për punë, jo si të në Kosovë që brenda një kohë shumë shkurtër 10 veta vdesin në kryet punës për shumë në detyrë në ndërtimtari. Pastaj nuk kanë sigurim shëndetësor. Nuk kanë nga njëherë dhe sigurin punë. A ka ma ketë që në kodë sotit, për shembull, në ÇKUK, asi, shkon punë, e ka fshon qeni, edhe shtruhet spital. Shkon mirë, për ta parë babën e operum, e ka fshon qeni, edhe pranojnë me njërë spitali edhe te. Duhet që institucionat tona të merren me rinin me tepër, dhe të tregojnë aftësi për të gjithë vende pune, dhe për siguru ekzistencën e tyre në mënyrë normale. Se studimi ka dhe këtu mirë për pjesa me më dhe profesorve të jashtë, sektori privat, sektori publik, cilësia, më në themi që ka ra dukshëm, po foli për universitete, për kolegje private. Krasimet kaluarën, cilësia, në arsimët, nuk është ajo që e dëshirojnë. Edhe nëse shkon ditë Gjermani, Zvicër, përfundon fakultetin, e ke punën e siguruar. Këtu duhet të krijojnë vende pune, mirë po universitetet, kolegjet private, të përcaktojnë numrin e punëtorëve që marrin edhe të shkollohen për të hyrë në punë. E të ne shkollohen fakultet juridik, ekonomik, edhe ba nga 5.000 vetë, asnjë s'ka punë. Duhen kuadrat e reja të përgatiten për tregun e punës. A kemi në diçka tillë? Jo, do të thotë, shteti duhet të organizojë këto që me universitete, me kolegjet merret vesh sa ke nevojë ti vende pune, kaq edhe përgatitesh të rinjt student për treg të punës. Derisa ajo nuk ndodh, problem që rrinë rinia këtu. Zonja Fejza, po a mendon se të rinjët po din ose nuk din çfarë të zgjedhin për të ardhmen dhe kjo më pas ndikon edhe në zgjedhjen e profesionit ose tani kemi edhe mangu punëtor në shumë sektore? Nuk mendoj që të rrit nuk apo ndoshta edhe ndikon edhe nga familjarët për zgjedhjen e një shkollimi më tutje? Nuk mendoj që të rrit nuk din që të zgjedhin për profesionet e tyre, por më varet prej kushteve të cilat i kanë, edhe prej angazhimit dhe besimit që kanë në vete, se sa mund t'i përkushtohen ati fakulteti ose ati profesioni. Fatkeqësisht, disa të rinë, shumë të rinë, mendojnë që të shkollohen shumë shpejt edhe t'i marrin provimet shumë shpejt edhe pa mësuar. Që ishte tema me krahasu për para dhe tash. Në shembull për një provim sa do i thjesht nëse ka qenë, se s'ka pas provime thjeshta, ne jemi përgatit s'pako 30 ditë. Amo tash përgatiten për 3 ditë. Edhe mundohen se sa ma shpejt, jo vetëm me kry provimin, edhe jo vetëm me kry shkollimin, por me mësu prej ati profesionit të cilën janë duke e përfunduar. Fatkeqësisht, shumë për e përfundojnë, edhe përfundojnë me sukses, por nuk e din se çka kërkohet për që ati profesioni, edhe çka mujnë mjë dhonë tjerve. Shumë kush, se përmendëm edhe ma heret, pimer rrugët e migrimit, çka është e kuptueshme, e bisedum edhe ma heret, që dojnë që jeta e tyre të përmirësohet shumë shpejt për së miri, por uroj që t'ju përmirësohet, po duhet shumë kohë edhe shumë punë që të punojmë edhe të mira t'i kemi në jetë. Zonja Fejza, ju keni një biznes personal, apo jo? Po, familjar. kemi. Familjar. Po, familjar. E kem biznesin familjar. A është vështirë të gjesh punëtor të përkushtuar? Na trego pak, ndoshta një më mirë këtë pjesë. Ne kemi punëtor që punojnë, mirë po kërkesat tona janë prapë për punëtor tjerë. Po edhe pse i kanë kushtet e mira, punojnë pa presion, punojnë çdo gjë në fillim, po thëmë me kontrate me gjitha i kemi punëtorët.
Mirë po, edhe pse kemi kërkesa prapë për punëtor tjerë, ka që disa hezitojnë pagat, edhe pse i kanë shumë të mira, dojnë edhe ekstra, sepse Kosovën për krahasojnë me Zvicër ose me Gjermani, Me njëherë nisin këto krahasime. por ne nuk kemi ankesa për punëtor, edhe çdo punëtor që ka qenë të ne, ka që kanë dalë edhe jashtë, kemi kalu shumë mirë, edhe jemi nda shumë të kënaqur, megjithëse biznesin ma udhëheqin djemt, sidomos djali i madh, që e kam afër aty. Për çfarë biznesi bëhet fjalë? Mjete pune, sanitari, e kështu me radhë. Bukur. Baki përmende në fillim të bisedës respektin ndaj punës. Pse mendon se ka rënë viteve të fundit? Pse nuk po ja dim vlerën ndoshta këtij respekti? Këtu lidhen shumë gjëra. Respekti i punës fitohet kur punon shumë. Tash punon ndoshta shumë, mirë po respekti nuk është në nivel me që ti nuk e respekton as sa duhet vënien e punës. Dhe kur ti nuk e respekton ndaj punës, atëherë respekti edhe ndaj udhëheqësve edhe ndaj bie. Andaj besoj që trit për të ecë përpara duhet një respekt veçantë ndaj punës, edhe duhet që kemë, thash edhe më herët, disiplinë punë. Nëse nuk e ke disiplinën në punë, atëherë mungon respekti. Nëse lëshon për një herë, atëherë vazhdon trit kërkojnë edhe një herën e dytë shorshpellë, herën e tretë, edhe më banë probleme shumë ta. Por, besoj që kemi një rinjë shëndosh, kemi një rinjë që duhet punojmë shumë me ta, me që rrjetet sociale shpesh e bëjnë vetën, edhe gazetaria shpesh devalvon nga disa, themi kështu, gazetarë që apo portale që merren vetëm për klikime, edhe devalvon edhe punën tonë, timën e gjithëve që punojnë në mënyrë të përpikë serioze dhe kanë dëshirë që vërtet e gazetarinë ta kenë burim tjetesës, por të punohet në mënyrë drejtë siç duhet punohet në gazetari. E jo siç po ndodh me disa tri. Atëherë i bjen hije keq krejt gazetarisë me disa portale kur do pyetje do po e marrë të një shembull ndoshta thosh. Po patjetër. Para 2-3 ditë në sheshin në Nateret, një re, më falja vot pyes diçka, tha jam gazetar një portali s'di thash bën. Tha, a bën ta di tha sa herë në javë e tratën ngruan? Vjen marrët poshtë kësaj pyetje. Thotë, kjo e devaluon gazetarin tonë. Kjo e devaluon punën tonë si gazetar. Kjo po ka ndikim më pas. Pastaj, unë e kuptoj se krejt e bëjnë për klikime. Mirë po të bësh pyetje të tilla, është absurde. Do thotë, kjo ndikon që respektin ndaj punës që të bën të humbet, por jo që ti nuk do me punu, por kur tjerë punoj gabim edhe keq, atëherë bjen një farë respekti, humb respekti për gjithë gazetarët, gazetarët, e ke po çfarë pyetje bëjnë. Unë e shoh edhe në përsheshet e Prishtinës tashmë kanë filluar që të hezitojnë edhe të përgjigjen. Po. E gjitha kjo fal këtyre pyetjeve dhe unë mendoj që nëse një fëmijë, një familje i shen prindrit e vet, edhe i ka shembull përpara, të cilët janë përkushtuar, edhe duhet me djerës ta fitojnë paran, edhe me ato duar punëtorët punojnë, edhe që i edukojnë që vetëm me punë, edhe jo me punë vetëm të letë, arrim edhe shkojnë përpara si në familje, si në shoqëri, unë mendoj që ata fëmijë e kanë shembull prind. Vetëm prind nëse i shohin tillë, do të ecin edhe fëmijët përpara edhe do t'i përkushtohen punës. Zonja Feza, ju keni qenë mësuese, tashmë jeni drejtoresh e shkollës, keni edhe një biznes. A mund na tregoni se cili do të ishte një sukses për të qenë i suksesshëm në punë? Cili është ndoshta ai çelësi që fshihet pas një suksesi? Në mënyrë që edhe të rinjët që janë duke na shikuar, por dhe dëgjuar përmes radios, ta kenë një mesazh nga ju. Unë mendoj që për me pas një sukses, edhe me qenë një suksesshme, s'pari nuk duhet të presësh asgjë nga askush. Për të kesh besimin vete, edhe të punosh.
nëse njëherë dështon, nuk do thotë si dështosh çdo herë. Kur e ke besimin vete, e merr me përkushtim edhe me një qëllim të mirë, rezultatet nuk do të mungojnë asnjëherë. Por, si drejtoresh, thash edhe më herët që spari duhet zotë të shtëpisë, familja. Unë tash jam si menaxhere në atë shkollë. Pa ajo që shkon shkollë e para, është jam unë. Edhe që i pres nxënësit, mësimdhënësit, stafin, të gjithë në borën e shkollës. E patjetër që edhe kolektivi im e stafit gjithë, që është një kolektiv jashtëzakonisht i mirë, patjetër që dhe ata respektojnë punën edhe detyrën që e kanë. Si spari, marrin shembull prej menaxherit që e udhëheq sektorin. Nëse tash i zoti i shtëpisë në familje është i mirë, edhe e dën punën, edhe thotë se çdo herë duhet me punu, se asnjëherë nuk është mjaftueshëm, edhe menaxhimet ku janë për institucione, duhet me fillu prej vetës. Kur fillon prej vetës, atëherë suksesi nuk mungon dhe çdo herë je krenar me veten dhe me punëtor tjerë. Baki, shumë shkurt do doja edhe nga ju një këshill për ndonjë të ri ose të re që nuk po ka motiv për punë. Cila do të ishte ajo? Motivi për punë shtohet nëse ke vullnet për punë. Dhe vullnetin për punë e shton angazhimit personal. Nëse ti ke vullnet për punë, ke ambicie për punë, ke dëshirë për punë, atëherë kur komunikon me udhëheqësit ta marrim televizionit, atëherë arrin shumë. Se nëse ti konsultohesh për tema, qysh konsultohemi çdo ditë për temat që realizohen gjatë ditës për emisione, puna ecë mirë. Po nëse nuk ke vullnet, nuk ke dëshirë për punë, atëherë është vështirë. Mirë po, e kom vrit kohëve të fundit, po dhe përpara ka qenë që ma në mendja edhe drejtoresha ashtu që rezultati arrihet shumë kur ke xhelozi në punë, jo në aspektin tjetër. Kuptimin e mirë. Po, kuptimin e mirë. Kuptimin pozitiv. Po, edhe kur ke xhelozi në punë, po punon ma mirë drejtoresha, po punon ma shumë kjo, e unë e kam një farë xhelozia në punë, atëherë arrin. Xhelozia në punë për mu ka qenë e suksesshme. Se unë e kom rrit përpara, kur kom qenë në Radio Prishtinë dhe në medium e tjera, kur e kom rrit që dikush po punon ma shumë, pse unë s'bona si aj? Pse s'punoj edhe unë si aj ma shumë që të arridhën. Do të xhelozia në punë, por jo xhelozia që të ketë efekte negative, shoqëri, po mendoj në kolektiv. Xhelozia në punë shumë është efikase që të arrijnë rezultate dhe ta përmirësojë imazhin tanë në krahasim me punëtor tjerë. E kisha shtu këtu, xhelozia, por edhe vlerësimi. Nëse edhe punën ja vlerëson. Se edhe nëse punon, edhe nuk vlerësohesh, atëherë të hup motive. Kur ti vlerësohesh si prej familjes, si prej menaxherit, si prej shoqërisë, për punën që e bën, atëherë mendoj që është një motiv edhe më i madh. Xhelozia, vlerësimi edhe bashkëpunimi mes vete. Nëse ne nuk bashkëpunojmë, atëherë si do të arrijmë përpara? Nëse nuk e përkrahim njëri tjetrin, nëse nuk e dojmë njëri tjetrin, më mirë është të flasim me njëri tjetrin, se të flasim për njëri tjetrin. E nëse i lajmë këto, normal që suksesi dhe motivimi edhe gjitha kanë me qenë. Do t'jem pjesë, pa tjetër. Baki, do të shto diçka? Do të thotë, ne, për flasë për Radio Televizionin, jemi një kolektiv i vogël, jemi një familje e madhe, dhe çdo që punojmë së bashku. Dhe gjitha këto rezultate i kemi arritur si një kolektiv, E vërtet. si një familje e madhe, për çka jam mirënjohës dhe do të vazhdojmë që këtë familje të arrisim, e bashkë me të të rritet edhe numri i punëtorëve, të rritet numri të rive që merren me gazetari, po me gazetarit merr fillt, por që të arrijmë rezultate shumë të mira se deri më tash. S'do diskutojmë Baki, zonja Piza, faleminderit shumë për kohën që ndahet për qenë pjesë e magazinës Bonbon. Faleminderit edhe për jush, ishte kënaqësi. Faleminderit.